Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar shikues dhe dëgjues, jeni në emisionin ton në prag të iftarit. Emision ky i cili realizohet nga Muftinia e Shkupit dhe që mund ta dëgjoni në valët e Radiovatit dhe në kanalin zyrtar TV Muftinia në rrjetet sociale. Ky program i përditshëm në atmosferën e bekuar të muajit Ramazanit synon që të sjellë freskim për zemrat tona me anë të mësimeve dhe rrëfimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve të devotshme nga historia islame. Sonte në këtë emision kemi mysafir Hoxhën e nderuar Beqir Efendi Aliu, i cili është imam në xhamin Haxhi Çazim në Shkup, me të cilin do të bisedojmë për njërin nga bashkëshortet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Xhuvairien radiallahu taala anha. Mirë se na erdhët në emision, Hoxh i nderuar. Mirë se gjetëm Efendi. Shuzoj rastin që ju falenderoj juve dhe gjithë ndjekësve tanë dhe njëkohësisht lutë Allahun xhelle shanuhu që në këto ditë të bekuar të Ramazanit Zoti të pranon ibadetet dhe agjërimin inshallah. Hoxh i nderuar, kush ishte Xhuvairia radiallahu taala anha? Xhuvairia radiallahu taala anha, po ndryshe Xhuvairia bint Harith, e njohur në librat e historisë islame, është një nga bashkëshortet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e cila lindi në vitin 607 miladi, që do të thotë 3 vite para se të fillon shpallja pejgamberit alayhi salam, para se të fillon shpallja Kuranit famëlart. Është bija e Harith ibn Abi Dirarit, i cili ishte kryeplaku i fisit Beni Mustalaq, një fis i cili ka qenë deg e fisit Huza në gadishullin arabik. Fisi Huza ka një histori të thellë, i cila daton deri tek bite i Ismailit alayhi salatu wassalam. Fisi Beni Mustalaq, i udhëhequr nga Harith ibn Abi Dirari, ishte një armik i përbetuar i pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ishte në koalicion me mushrikët e asaj kohe. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, për ta luftuar këtë person dhe fisin e këtij, gjithmonë bashkonte fise tjera dhe i luftonte fisin Quraysh, pra mushrikët e Mekkës, dhe gjithashtu edhe fisin Huza apo ndryshe Harith ibn Abi Dirarin. Ndërsa bashkëshortja e pejgamberit alayhis salam, e cila më vonë do të bëhet bashkëshorte, Xhuvairiyah bint Harith, ishte bija e këtij kryeplakut të këtij fisi. Emri i parë i Xhuvairiyes, nënës apo bashkëshortes së pejgamberit alayhis salatu wassalam, nënës së besimtarëve, ka qenë në fillim Berre, që në kuptim gjuhën tonë do të thotë ajo që nuk gabon, e pagabueshme. Është një emër të cilin pejgamberi alayhis salatu wassalam gjithmonë ja ka ndruar. Kanë ka hasur me këtë emër, ja ka ndruar këtë emër. E pra atyre ka qenë edhe bashkëshortja e pejgamberit Xhuvairiyah, nëna jon ibn Harith. Pra ishte emri i parë i saj Berre, pejgamberi atë ja ndroi në Xhuvairiyah, që do të thotë një zonjë e vogël, zonjush e vogël në kuptimin e gjuhës tonë. Pse pejgamberi alayhis salam e synonte këtë, që ishte qëllimi i pejgamberit alayhis salam që u ndronte këtë emër atyre të cilët e gëzonin këtë emër? Qëllimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam ishte vetëm që njeriu t'i largohet vetpëlqimi, nga se nga vetë kuptimi i fjalës Berre, i pagabueshëm, apo ai ose ajo që nuk gabon, vetvetiut njeriu i hip një vetpëlqim dhe fillon të bën mëkate, gjunahe. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam gjithmonë ja u ka ndruar atyre vajzave, atyre grave këtë emër. Duke nisur nga ajeti kuranor ku Jusufi alayhis salam e tha këtë lutje, Bismillahirrahmanirrahim, "Wama ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Që do të thotë, unë nuk e shfaqsoj veten time, dhe edhe pse epshi im është ai që më nxit të bëj vepra të këqija, gabime, gjunahe, unë nuk mundem ta shfaqsoj veten,
jashtëse rahmetit të Zotit, faljes së tij, mëshirës së tij. E kur Jusufi a.s. e tha këtë, nuk e tha atëherë kur Zulejha akuzoi, kur Zulejha e futi në burg, kur gratë të tjera u mahnitën nga bukuria e tij, i pren duart e tyre. Mirë po këtë fjalë Jusufi a.s. e tha atëherë kur doli para mbretit të Egjiptit, i cili kishte parë ëndrrën dhe ja komentoi ëndrrën e tij, dhe atëherë doli nga burgu. Pra gjithë këtë torturë qëndroi me vite të tëra në burg, pas një kohe të gjatë, sprove, e tha përsëri këtë fjalë, unë nuk e shfaqsoj veten time, nga se i largonte, i hikte veprës gjunahut të vetpëlqimit, pra pëlqimit të vetvetes. Andaj edhe qëllimi pejgamberit alayhis salam ishte që ato persona që e kanë këtë emër mos binë në këtë kurth të shejtanit të mallkuar dhe të fillojnë të bëjnë gjunahe. Edhe pejgamberi alayhis salam u ndronte gjithmonë këtë emër atyre personave që kishin këtë emër. E Juwairia, pejgamberi alayhis salam e quajti me këtë emër nga berre në Juwairie. Ashtu siç treguam, ishte bija e Harith ibn Abi Dirarit, një armik i përvetuar i pejgamberit alayhis salam, fis Beni Mustalaq, i cili fis gjendej në zonën e gadishullt arabik mes Medinës dhe Mekkes. Një zonë që pejgamberit alayhis salam gjithmonë ia vonon të çlirimin e Mekkes. E shihte si të arsyeshme dhe të detyrueshme pejgamberi alayhis salam ta çliron këtë vend fillimisht, më pas të mendoj për çlirimin e Mekkes. Andaj edhe mund të themi se pse pejgamberi alayhis salam e luftoi këtë fis, kemi këto tre sebepe. Në luftën e Uhudit i ndihmuan koalicionit të tyre, pra mushrikëve kundër muslimanëve dhe pejgamberit. Shkaku i dytë është se, ashtu siç treguam, ky vend ku ishte ky fisi Ben Mustalik gjendej mes Mekkes dhe Medinës, dhe pika e tretë ishte ajo se fisi Beni Mustalik gjithmonë dërgonin tek Medinja, tek pejgamberi alayhis salam, shpion për të marrë informata për të përcjellur tek mushrikët e Mekkes se çka ndodhej në Medinë, çfarë ndodhte diçka e re. Më njëherë mushrikët e Mekkes e kuptonin nëpërmjet këtyre shpionëve të këtij fisi. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam e mobilizoi ushtrinë dhe pa e kuptuar fare ky fis, pejgamberi u sulmoi dhe i shpartalloi. Atëherë edhe ky fis pra u eliminua. Hoxhë nderuar, na tregoni kur e pranoi Islamin Juwairia radiallahu ta'ala anha. Juwairia radiallahu ta'ala anha e pranoi Islamin atëherë kur për herë të parë e pa pejgamberin alayhis salam. Pra, ashtu siç treguam, kur pejgamberi alayhis salam me ushtrinë e tij, 700 ushtar, marshoi drejt këtij vendi dhe e çliroi, fisi, kryetari i fisit e braktisi frontin e luftës dhe u zun rob shumë gra dhe fëmijë. Është traditë e luftës asaj kohe ka qenë, ende ka ekzistuar robëria e luftës, dhe bija e kryeplakut të fisit, pra Juwairia, i ra në hise një sahabiu tjetër. Mirë po ajo bëri marrëveshje me atë sahabi dhe kërkoi që ta liron me qëllim që ta bën lirinë e saj. Mirë po nuk kishte prej kujt të kërkon të ndihmë. Babai i saj kishte braktisur frontin e luftës dhe duke ditur cilësinë e pejgamberit alayhis salam, El Emin, besnik, i sinqert, i drejt, shkoi dhe kërkoi ndihmën e pejgamberit alayhis salam. Alayhi salatu wassalam i ofroi ndihmë, e paguajti lirinë dhe më pas alayhi salatu wassalam i bëri një pyetje: a dëshiron që të jesh më i lirë dhe më i lumtur në jetën tënde? Tha, po ja Rasulullah, ende se kishte pranuar Islamin. Po o Muhammed, tha, pranoj Islamin dhe nëse do të jesh bashkëshortja ime. Pejgamberi propozoi martesë. Mirë, po para se t'i propozonte martesë, ajo e pranoi edhe Islamin. Andaj lirisht mund të themi për Juwairian, bijën e Harithit radiallahu anhuma, një shteg e cila nga fusha e betejës kaloi në shtëpinë e lumturisë. Pra ishte në fushë betej, nga tragjedi kaloi në një shtëpi të lumturisë, pra një qëllim i cili udhëzoi një popull të zhytur në errësirë, në mohim tek kopshti i besimit. Hoxhë nderuar, na tregoni disa veçori që i kishte Juwairia radiallahu ta'ala anha.
Juwairia radhiyallahu ta'ala anha si veçoritë të saj dallohej me ibadetet e saj, adhurimin e saj nafile pra të tepër vullnetar, jashtë farzeve. Transmetohet se një ditë pejgamberi alayhis salam kur doli nga shtëpia për të falur namazin e sabahut, u kthye te shtëpia e saj pas kohës së drekës. Dhe kur e pa, ende e pa te i njëjti vend të ulur, duke bërë dhikr, duke krejtë spe. Dhe e pyeti, o Juwairie, a nga mëngjesi deri tash je në atë pozicion? S'ke ndryshuar hiç, s'ke lëvizur fare? Tha po ja Rasulullah, ashtu si më la, ashtu edhe më gjete. Pra është marrë gjithmonë me ibadet, me tesbih dhe ibadetet nafile i ka shtuar gjithmonë. Ajo që pejgamberi më pas alayhi salatu wasalam ja mësoi një dhikr, është dhikri të cilin ajo më pas do ta transmeton si hadith të vërtet, nga se në koleksionet e hadithit e kemi 7 hadithe të transmetuara të vërteta prej saj. Andaj edhe në fushën e hadithit ajo ka kontribuar edhe në këtë drejtim. Pra, hadithet që ajo i transmetoi më tepër janë të fushës së dhikrit dhe të ibadeteve nafile, pra agjerimit nafile. Dhikri që pejgamberi alayhis salam ja mësoi Juwairia bint Harithës është kjo: Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Që do të thot Allahu xhalla shanuhu është pa të meta, atij takon adhërimi, atij takon falënderimi, aq sa është numri i krijesave të tij, aq sa dëshiron ai vet, aq sa është i bukur, i zbukuruar arshi i tij, dhe aq sa janë të panumërta fjalët e tij që ai i din. Dhe i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, nëse ti e bën këtë dhikr, kjo do të jetë në kompenzim të barabartë me dhikrin që ke bërë deri tash nga sabahu deri në kohën e drekës. Pra, ky dhikr nëse bëhet 3 herë deri 4 brenda ditës, në mëngjes dhe në mbrëmje, zëvendëson e mbush këtë hapësirë të ibadetit nafile. Juwairia radhiyallahu ta'ala anha dallohej me këtë cilësi, pra me transmetimin e haditheve të dhikrit, dhe ati hadithi të cilën është i famshëm në mesin e xhallarëve dhe xhamati pa dyshim e din se është ndaluar të agjërohet vetëm dita e premte. Nga se pejgamberi alayhis salam transmetohet kur hyri te shtëpia e saj, e pyeti, a je duke agjëruar? Ajo tha po. Dja agjërove, ishte dita e premte, tha nuk agjërova ja Rasulullah, po nesër do ta agjërosh për ditën e shtunë? Jo, nuk do ta agjëroj, atëherë prish edhe ditën e sotit. Pra, hadithi që ne e kuptojmë se duhet të agjërohet një ditë para ditës së premte ose një ditë pas ditës së premte, së bashku me ja bashkangjitur ditës së premte, e kemi të transmetuar nga nëna jon, bashkëshorta e pejgamberit, Juwairia radhiyallahu ta'ala anha. Inshallah Allahu xhalla shanuhu ja bën varrin bafçë për bafçët të xhennetit. Inshallah Zoti xhalla shanuhu na mundson që të na takon me atë në xhennetit të lartë të tij. Inshallah Zoti xhalla shanuhu na mundson që të ndjekmi prindrit tan, baballarët tan në këto ditë të bekuara. Zoti ju nderoft. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Allahu ju shpërblet për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj, hoxh i nderuar. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Beqir Efendi Aliu. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, Allahu ja pranoft agjërimin dhe të gjitha lutjet. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Yusuf, ta bëjmë edhe një hyrje, se s'mund tek xhamia. Një hyrje ta bëj. Veç atë kamerë shloj.